Mirëmbrëma miq dhe shikues të nderuar të emisionit në vikend. Jam shumë e lumtur që sërish po ritakohem me ju, me mysafir të ndryshëm që do të jeni sigurisht edhe ju të kënaqur për të ndjek bisedat të cilat do i realizoj me ta. Uroj që të jeni në një atmosferë të ngrohtë familjare, uroj që të jeni pranë ekraneve të juaja televizive për të na ndjekur ne në këtë emision të lezetshëm të cilën ne përgatisim për gjithë ju. Urno Ylber, mirë se erdhe në studion tonë, në emisionin Vikend, në këtë vikend të bukur. Faleminderit për ftesën. Ku mund të ulim këtu? Apo këtu? Rehat. Jo rehat aty. Si kalove? Si të kaloj rruga? Mirë, jemi afër, nuk është ndaj rrugë gjatë. Po. Po. Si i kalon Ylberi vikendet? Vikendeve, ne me këtë profesion që i merrem, përkundër se bile vikendeve kemi punë më tepër se sa prej tanës deri premten kur është ditë pune. Zakonisht shtunëve dhe dieleve jemi në Kosovë me xhirimet, me produksionet e Kosovës që kemi edhe bashkëpunimet që gati 2 apo 3 vite vazhdojnë me ata. Do kalojmë te seriali. Mirë, po fillimisht do flasim edhe për serialin, për pjesëmarrjen tuaj, për akomodimin tuaj edhe me trupën e aktorëve të Kosovës. Shtëpia e Vjerës, më duket që është. Shtëpia e Vjerës, një serial komik në versionin e tregimeve të vjetra popullore. Po. Dhe si po përshtatet ajo bashkëpunimi me aktorët nga Kosova, se nuk është edhe hera parë që po bashkëpunoni me... Ky bashkëpunim, drejtën them, është gati 3-4 vite që bashkëpunoj me produksionin Elsa Production. Dhe unë gjithmonë bashkëbisedim me menaxherin e produksionit. Një gjë e kam thënë, gjithmonë më intereson fundi, sepse fillimi është shumë i lehtë, po. Edhe prioritet gjithmonë e kam pas atmosferën pozitive, edhe pse me kushte jo të volitshme jo nga ana e produksionit, po sepse nuk kemi përkrahje financiare prej askujt. Edhe ka aktor nga Kosova, aktor të mirënjohur edhe nga Maqedonia. Zakonisht në fillimet e xhirimeve kemi xhiru pjesën e këndej Malësia e Maqedonisë, Brez, Blac, dhe i falenderoj shumë ato fshatna dhe gjithë fshatarët e këtyre 2 fshatnave. Tani jemi përqendruar në Malësinë e Mjakut, pjesë e Kosovës, që edhe atje gjithmonë kemi qenë të mirëpritur prej fshatarëve të Mjakut. Në pikat shkurta, kjo është sa i përket... Kryesisht janë tema popullore apo ngjarje popullore të cilët ngjajnë, se unë e mendova ta filloj ndryshe dhe e përmendëm serialin edhe tash... Nisim prej këtu, dalim dikun tjetër, prapë kthehemi te seriali. Kjo është vikendi. Po. Mendoj se e që e ka dhe në fillim, gjithmonë më ka interesu energjia dhe atmosfera pozitive në ekip. Tash barën më të madhe të projektit, barën artistike ta them, kështu e kam unë, sepse po duhet të shkruajnë edhe skenare brenda javës. Nuk është edhe komplet ekipa e profesionistëve aktorë, kështu që pak një përqindje të vogël të energjisë, për shembull e marrin edhe një pjesë edhe aktorëve. Po sido që tjetë e shoh që ka shumë shikueshmëri, edhe kur ka atmosferë pozitive dhe rezultati është evident. Unë desha me fillu me kujtime, me dëshira, mirë po e fillu me punë, se jeni një ndër aktorët i cili shumë punon, dhe jeni një ndër aktorët i cili ka ndoshta mbi 100 role, 100 karaktere të cilat i ka luajtur. Kjo do me thonë shumë punë. Publiku sot të njeh si aktor të kompletuar, po të kthehemi pak në kohë, ndoshta, cili është ai kujtimi yt i parë që ka lidh me artin, me dëshirën për artin, me gjithçka ato që ti e dhuron, edhe me punë edhe me... Më ka lidh gjeni familjar.
se mundova ta elaboroj pak sjellën prej anësh kështu, po kjo është fakt. Sepse edhe babi më është pensionist, është edhe ai aktor. Një pjesë të familjarëve gjithashtu janë aktorë që kanë studiuar në Tetov, disa në Shkup. Dhe drejtën them unë në fillimet pasi mbarova shkollën e mesme, ishën dy mendje, të vazhdojmë këtë profesion ose jo. Baba ishte kundër. Duke i ditë rrethanat në atë kohë çfarë kushte kanë punuar në teatrin shqiptar këtu të Shkupit, mirë po ai shtytës si lokomotiva kryesore që unë të vazhdoj me këtë profesion, ka qenë aktori ndjerë, një ndër aktorët më të mëdhej, Sefedin Nureddini. Dhe gjithmonë e kam pas edhe gjatë studimeve, po edhe pasi kam mbaruar studimet, përkrahjen më të madhe nga po ky aktor. Po. Dhe ashtu siç thash, ndoshta mbi 100 më tepër role, atë ka mbetur një rol afër zemrës që ti ende e don, e mendon, e thua, ndoshta ky është roli që e kam luajt më mirë, apo ky është roli që mu më ka formu si ylber, si më ka plotësu shpirtërisht, apo? Është një thënie, aktor të mëdhej edhe të vegjël nuk ka, ose e kundërta, role edhe të mëdhej edhe të vogla nuk ka, po ka aktor të mëdhej edhe të vegjël. Edhe unë asnjëherë nuk kam pas frustracion nëse më është ofruar ndonjë rol i vogël apo mesatar apo rol kryesor. Edhe profesori jonë i ndjerë, gjatë studimeve gjithmonë na thoshte, filloni me rolet e vogla, të njiheni me hapësinës, sepse ne mbasi diplomum menjëherë ai entuziazmi e lani i aktorë sapo të ri, edhe mrinëm në Hollywood. Po, edhe dikur u përballëm me realitetin, edhe zbritëm me kam tokë, duke filluar me rolet vogla, dikur me rolet mesme, edhe mandej kur e fiton përvojën 5-6 vjeçare në skenë, atëherë me ke guximin edhe me marrë edhe role kryesore. Realisht viteve pas diplomimit, 99, deri diku vitin 2006, ka qenë ajo euforia ime realisht. 2006 është e viti që ju kanë dhënë edhe mirënjohje teatri i... Po, ka qenë një mirënjohje realisht me çmimin e shfaqjes në Krezmami në Fier. Nuk e di mbat ai festival, po ka qenë festival vetëm për aktorin. Po. Edhe ishte një regjisore që kishte mbaruar në Bullgari, ka qenë një ndër shfaqjet më të mira. Edhe mandej kanë vazhduar edhe rolet tjetra, po ka dikon ta them kështu me ndoshta edhe me dhimbje mundem me thënë se ka 5-6 vite që edhe pse jam i punësuar në shtëpi nam, nuk kam qenë aktiv, po gjithmonë pasiv, kom bashkuar me rolet që janë ofruar, për arsye të ndryshme që tash nuk është momenti me i thënë. Po. Mirë po, aktiviteti juaj edhe para kamerës është prezent. Do më thonë me filma, role edhe në filma, ku e ndjenë ma shumë vete në ato duart trokitjet e teatrit, apo në filmin, edhe filmi fundit koma, i cili u prezentua premierën e saj e pat në festivalin TIFF. Në Tetov ishte premiera tani, po, në Tetov. Realisht është, janë dy botë të ndryshme, teatri dhe filmi, tregimet popullore, apo në zhanër tjetër. Është kënaqësi kur rrugës të ndalin edhe se unë gjithmonë nuk kërkoj mendim prej kolegëve të mi. Qoftë prej në teatr apo qoftë në rol në film, sepse ne si aktor gjithmonë jemi subjektiv, nuk jemi objektiv. Po mendimin më të sinqert e ke gjithmonë prej qytetarit rëndomt. Ata janë objektive dhe e tregojnë realitetin.
është kënaqësi ti takosh rrugës të ndalin, po kjo është komplet një botë tjetër, po. Sado që mund kohëve të fundit më tepër jam marrë me produksione filmike, prap mendjen e kam te drasët e teatrit, sepse veprimet banë aty për aty dhe ndjenja dhe kënaqësia përjetohet aty. Po, patjetër. E the që vlerësimet është mirë kur ta jep publiku. Ke qenë edhe pjesë e jurisë në për festivalet ndryshme, sa është e rëndë për një aktor ta vlerësoj një aktor tjetër? Sa është e rëndë për ty që ta vlerësosh një aktor tjetër për punën, ose për shfaqjen, ose për... Po nuk është edhe lehtë. Kam qenë edhe në jurinë e një ndër festivalit më të njohur këtu në Maqedoni, Vojdan Çernodrinski, mandej në Shqip Film Fest në Gjakov. Është shumë e vërtetë ajo që e thatë ju, sepse duhet krijosh një farë distance mes kolegëve, edhe realisht se sot për fat keq po bëhet ndarja e çmimeve gjeografike. Unë kështu e pakzoj gjithmonë, çmime gjeografike që të gjithë të jenë të kënaqur. Pa ndodh edhe në shumë festivale, në shumë aktivitete botërore. Unë gjithmonë kam qenë korrekt në këto festivale njëri që kam qenë, edhe ai që e ka merituar, nëse e ka merituar shfaqja më e mirë, le të marrë gjitha çmimet, edhe aktori, edhe regjia, edhe gjitha çmimet. Edhe mendoj se edhe vetë festivali do të ngritet një nivel më të lartë kur nuk ka hile në ndamjen e çmimeve. Po, ajo është shumë pjesë e rëndësishme të çmimeve dhe të ndarja e çmimeve dhe të ajo. Po ne në përgjithësi duam që t'i kënaqim gjithë. Nëse jo me një çmim, me një mirënjohje, me një kompliment, me një gjë të bukur, është shumë e mirë, sepse ajo inkurajon edhe aktorin, edhe ato i cili punon për një shfaqje, për një film, për një projekt. Unë do të kisha thënë secilit nga një, jo secilit nga një karamel me dhënë, se ai bota e aktorit është botë e fëmisë. Po. Edhe po ndoshta mund të ketë edhe ndonjë kontraefekt, sepse një pjesë e ekipit mund zhgënjehet, edhe një pjesë e kolegëve mund të jenë të kënaqur. Po zakonisht bile unë kam qenë idhëtar i zvoglimit të numrit të festivaleve teatrore, për shembull, që gravitojnë në Maqedoni, në Kosovë, në Shqipëri, për shembull nder për mua ka qenë kur jam shpall aktori më i mirë në Fier. Sepse ka qenë një festival me renome, ndërkohë edhe kolegu im i ndjeri, Luran Ameti, edhe Gjevdeti, edhe kushdo qoftë. Po sot, për shembull, ja, tash përderisa po flasim, është festivali në Tetov. Sa po mbaroj para 2-3 netëve në Dibër, sa po mbaroj një festival në nuk e di çfarë qyteti ishte në tash është ende prezent edhe në Shkup, Skupi festivali i cili e ka edicionin. Skupi festivali tash në teatrin ton. Edhe është një, sepse unë realisht kam qenë një koç kur 2-3 vite edhe në antar komisionin në sektorin e dramës në Ministrinë e Kulturës. Edhe është një vërtet shumë e hidhur. Ka diku 23 festivale vetëm në Maqedoni, që nuk ka nevojë. Nëse është një festival ndërkombëtar, për shembull është Skupi festivali, le ta udhëheqin ato gjithë primatin e ta kenë gjithë Maqedoninë, ose një tjetë në Kosovë edhe një në Shqipëri. Po janë bandë shumëta edhe mendoj se kjo herë dhe kur do të ndalet. Jo, ndoshta edhe dëshira e madhe e publikut i shtyn edhe ata të cilët bëjnë festivale, se rast konkret e kemi edhe shembull Dokun Qarshi, është një projekt i cili kishte mbi 400... Kishte, dikon 600 shikues kishte në ambient hapun, mbajt festivali. Edhe pse unë këto ide pa ta propozuar diku para 7-8 viteve, po
hajde se do të bëhet. Unë shpreja edhe me një takim të këtyre kandidatëve tash që po kandidojnë për kryetar komunash edhe këtë pasuri për shembull që ka Qashia e Shkupit nuk e ka asnjë vend, asnjë shtet në Ballkan. Edhe mendoj se nuk e kemi shfrytzuar si duhet. E kemi për shembull sheshin Skënderbeu, e kemi parkun e Çajrit, e kemi Kushëmlianin, e kemi Sulihanin, e kemi edhe gjithmonë jemi kufizuar me shfaqje që janë lujt në interior brenda. Po asnjëherë nuk e kemi menduar hajde të nxjerrim këtë shfaqje të luajmë jashtë. Edhe mendoj se kishte edhe efektin e vet pozitiv java kulturore Dokun Qashie dhe kalum shumë mirë. Është edicioni i parë i këtij rrugtimi. A do vazhdoj? Sa e rëndë ka qenë me u përgatitur, sepse edhe shfaqjet jashtë është pak goxha e rëndë, sa shfaqje morën pjesë, është e rëndë, përderisa nuk ke ekip për ta nisë një festival tillë, është shumë e rëndë. Mirë po, ne ishim tepër ngushtë me kohën, për shkak kushteve atmosferike. Edhe mendoj se ja kalum shumë mirë, ishin në Teatri i Preshevës, ishte bashkëpunim Bashkia Tiranë, Kosovë dhe aktoria nga Athina, ishte Teatri Shqiptar i Shkupit dhe një shfaqje për fëmijë kishim. Po tash a do të vazhdojë Komuna e Çajirit me këtë festival, sepse një festival i ngjajshëm mbahet edhe në komunën e Aerodromit. Gati 10 vite funksionon ai festival në ambient hapun. Dhe përderisa nga ana tjetër e qytetit mbahet një festival i tillë, pse të mos mbahet edhe realisht këndej urës e kam fjalën. Edhe është një nismë e bukur, një iniciativë e mirë, edicioni i parë mbasi shkoi mirë. A ka plane për edicion të dytë? Realisht dje apo pardje është hap konkursi në Ministrinë e Kulturës, po unë ende nuk e kam vendos të aplikoj prapë që vitin e ardhshëm të mbahet, po unë personalisht, do me thonë që është dhënë fjala nga zëvendëskrye ministri Izet Mexhiti, tani kandidat për kryetar të Çajirit, se këtë festival në të ardhmen do ta përkrah me gjithë forcat e tij. Një nismë e bukur kjo. Planet për festivalin edhe organizimin ndoshta i kemi dhe shpresoj që të realizohen dhe sigurisht që nevojitet kjo bashkëpunim si mes teatrove të rajonit edhe teatrove tona këtu, mirëpo edhe publiku edhe jashtë ta ndjejë edhe ta shef atmosferën e teatrit jashtë atyre dyerve të teatrit. Zotri Ylber, karakteri i festivalit ishte një përzierje e artit urban edhe takimesh mes aktorësh. Sa ka pas nevojë Shkupi për Shkupi, kjo pjesa jonë për këtë lloj aktiviteti? E thatë edhe në fillim të pyetjes, qëllimi ka qenë takimi i kolegëve, e aktorëve. Se festivali nuk ishte vetëm teatror, ishte java e kulturës, kishte edhe pjesë muzikore, kishte edhe orë letrare, edhe unë zakonisht gjithmonë kam preferu hajde të takojmë, të shkëmbejmë ide pas shfaqjes, se kjo është shumë e rëndësi, çka në të ardhmen pas kësaj. Se sa unë për shembull të krijoj një koncept festival garus, që të ndaj 2-3 çmime, 2-3 mirënjohje dhe dikush do të ndahet i kënaqur, dikush i pakënaqur, kështu që edicioni i parë ishte pa çmime, pa hajde të takojmë, të flasim, bashkëpunojmë. Ky ishte qëllimi. Gjatë këtyre viteve, sa mendon që i ke dhënë publikut dhe sa mendon që publikut ka dhënë ty?
është një simbiozë e përzime që njënja pa tjetërën nuk mundën edhe nuk mund të bashkëpunojnë si publiku ndaj meje, si unë ndaj publikut. Po mos e zgjatë shumë, në momentin që përzihet politika në art, atëherë rezultati nuk është i mirë. Rezultati nuk është i mirë sepse për shembull unë kur jam i punësuar në teatrin Nam, atje në teatrin shqiptar Shkup, dihet janë 4 apo 5 projekte brenda vitit edhe me kemi detyrim. Jemi të obliguar sepse pagesat i kemi prej aty, bukën e kemi aty në teatrin shqiptar. Dhe çdo takim me regjisor është e obligueshme që të takosh me regjisorin. Dhe në teatrin tonë, për shembull, në gjitha institucionet teatrore është kategorizimi i aktorëve. Është grupa e parë, e dyta, e treta dhe e katërta. Dhe përderisa unë jam në grupën e parë të aktorëve, atëherë asnjëherë nuk e kam patë arsyeshme pse Ilberi mos angazhohet 5-6 vitet e fundit. Po. Atëherë mbledhni më mirë në grupën e katërt. Nuk e kam merituar rrogë që e marr, po prapë po kthehem të ajo në fillim se çdo institucion kulturor do të depolitizohet edhe më ndryshe merr frymë. Mirë, pa ajo nuk të demotivon, sepse jo, je pjesë... Jo, përkundërzi. Po. Jo, përkundërzi, unë kam punuar edhe më tepër. Kom bashkoj edhe me që jam me prejardhë jam Kumanovar, edhe teatri Kumanovës kam pas ftesa në teatrin e Kumanovës me projekte private, produksionet ndryshme, bashkëpunimet me Kosovën, jo, përkundërzi. Do shta më kanë bë mirë. E përmendët edhe teatrin e Kumanovës, si kalove me shfaqjen e fundit, Grabitësit e Diamantit? Grabitësit e Diamantit, mirë. Mirë, shumë mirë. Ishte një përzierje e aktorëve nga Presheva, nga Kumanova, nga Shkupi, edhe është kënaqësi. Në Kumanovë gjithmonë ka atmosferë pozitive. Po. Projekti zgjati pak si tepër dikon 3 muaj me ndërprerje, me prova, me që secili aktor, personalisht edhe unë kisha edhe angazhime tjera për shembull, me xhirime, po edhe pjesa tjetër kastit tjetër e aktorëve. Edhe ato kishin shtesë xhirime nëpër Kosovë edhe këndej nëpër Maqedoni. Po sido që të jetë dikur ishin 35 prova efektive, dhe mendoj se kalum shumë mirë, tash ishim edhe në Dibër. Tash është drejta e teatrit të Kumanovës do të vazhdojë me repriza ose jo. Po. Premierën e kishit tash në shtator apo në tetor? Ishte dikon ka fundi i para se përmbyllet sezoni veror. Edhe e reprizum tash në shtator, mandej në Dibër. Unë besoj se do të vazhdojnë, se është një farë për mu jo shfaqje e rëndon, për është një farë spektakli teatror. Po, më vje keq që se kam parë, po patjetër nëse reprizohet, do ta vizitojmë edhe Kumanove me këtë shfaqje. Ilber, më folje për sfida, mendoj folën për sfidat që një aktor mund t'i gjejë gjatë rrugtimit të tij, folën për të bukurën e të qenurit aktor, për bukurinë që e pret me duar trokitjet e mirëpret me duar trokitjet e publikut, me audiencën e cila të ndjek, e the që ke qenë në rebel, sepse baba s'ka dash, nuk ta ka preferu këtë rrugtim të andin. Cili do kishte qenë mesazhi që ndoshta për ato të rinj që duan të ndjekin rrugën tënde, ose rrugën e shumë aktorëve tonë shqiptarë? Ne kemi qenë gjenerata e parë që kemi studiuar në gjuhën shqipe në Fakultetin e Artit Dramatik këtu në Shkup, dhe gjithmonë profesori jonë na thoshte si student, aktori gjithmonë duhet me qenë rebel. Është misioni i tij jetësor. Gjithmonë duhet me ngrit zonin kundër devijimeve në shoqëni, kundër padrejtësive, kundër thjesht duhet me qenë një hap para kohës. Edhe baba ishte kundër për shkak se viteve
90-tat duke ditur në çfarë kushte ka punu. Aktrimi ka sfidat e veta, sigurisht që ka sfida. Patjetër, po. Edhe po ndoshta se unë jo vetëm unë, po edhe gjithë komplet gjenerata jonë që viteve 90-ta si student kemi qenë të angazhuar në teatr. Dhe kohëve të fundit po mendoj se ndoshta ajo ka qenë një epoka më e mirë e teatrit. Tash kemi gjitha kushtet. Po. Po sot misioni i një institucioni nacional, teatror, që ndoshta edhe është për të ardhur keq. Mos ta them sot deri dje ashtu ka funksionuar. Prioritet gjithmonë kemi pas Dibrën, Preshevën, Gjilanin, Korçën. Ky rreth i ngushtë ambicioz që i kemi. Po viteve të 90-ta lirisht mund të them me plot bindje, keni edhe CV-n e teatrit shqiptar. Ka shëtitur gjitha festivalet e botës, me ato kushte minimale që i kanë pas. Duke fillu prej Bonn Bienale, Cividale Itali, në Angli, Brazil, Stockholm, Riga, po flas për festivale me renome botnore. Tash nuk e di, tash është për të ardhur keq që një institucion nacional të ketë ambicje deri në këtë rrethën e ngushtë mbar shqiptar. Po, aktrimi është ajo, dashuria për aktrimin është ajo dhe shpresoj që gjërat të përmirësohen dhe duken edhe më bukur. Po jo, patjetër se në momentin që bëhet një investohet shumë me një projekt të madh, bile tash kemi edhe drejtorin e ri, kemi përfundimisht të bëhen te ne një farë ndryshimi i drejtorit dhe e shoh që ka ambicie për të bërë projekte të mëdha edhe për ta ngrit në nivel shumë të lartë teatrin shqiptar atje ku e ka pas vendin edhe atje ku duhet ta ketë. Po. Sepse ne nuk mund garojmë për shembull me gjithë respektin për gjitha institucionet teatrore, por ne si institucion nacional nuk mund të garojmë për shembull me Teatrin e Gostivarit apo të Tetovës apo po. Ne duhet të garojmë me një teatr të Gjermanisë, me atë nivel edhe ku jemi. Po. Edhe shpresoj tash edhe me drejtorin e ri se do të fillojnë shumë projekte edhe më të mëdha për të ndjekur këto festivalet me renome, po normalisht që do të punohet edhe për publikun e këtujt me repertoarin që e kanë plan të bëjnë. Kështu që gjeneratat e reja, edhe aktrimi është një profesion shumë i bukur, sepse të njofton me kultura. Është profesion shumë i mirë është. Është profesion shumë i mirë, po për fat keq po prodhohen shumë kuadra, po prodhohen me një vend shumë të vogël. Bile unë edhe me profesor që i ligjërojnë kohë pas kohe kemi në bisedë, kështu e kemi shtjellu. Janë teatri jonë një gjysmë drame në Kumanov, teatri Tetovës Gostivarit, dhe kaq. Ndërkohë çdo vit prodhohen aktorë. Qoftë në Shkup, qoftë në Tetovë. Dhe jo domosdoshmërisht nëse janë 10 studentë të gjithë do të bëhen aktorë. Po, se mbajnë mend kur u regjistruam vitin e parë, në atë kohë profesori na tha dëgjoni, jeni 10 studentë. Nëse prej 10-ve tha 3 vazhdojnë me aktrimin, për mua është sukses. Edhe kur e kthejmë në retrospektiv, realisht kemi mbet 3 aktorë që kemi vazhduar këtë profesion. Po. Edhe mendoj se po prodhohen shumë kuadro, ne për momentin kemi nevojë për dramaturg, kemi më tepër, për regjisor filmi kemi nevojë, se nuk kemi. Edhe tash, po askujt s'mund t'ja ndalosh që të merret me këtë profesion. Po. Unë për shembull nuk jam dramaturg që të shkruaj skenare. Po. Por nevoja na herë të mbështet për more që të merresh me këtë drejtim, edhe që të hysh në dojnë tjera, për shembull me tregimet popullore edhe me projekte tjera. Zotëri Ylber, ishte shumë kënaqësi që biseduam bashkë. Unë kisha një skenar me vete dhe unë mundoja
çka desha me ty, çka desha me ty. Dhe jam shumë e lumtur që kjo bisedë shkoj ashtu siç ishte një bisedë vikendi. Kështu që uroj që të ritakohemi sërish. Patjetër, unë i falenderit shumë juve, sepse jo që nuk kam pas ftesa nëpër mediume, po nuk e kam pat arsyeshme se nëse vi këtu në emision du të argumentoj pse ka marrë me punën që po e bëj. Po. Edhe mirë që faleminderit që më keni ftu dhe ishte kënaqësi që biseduam. Me që ka dikon 10 apo 12 vite që nuk kam qenë mediumin e juaj. Uroj që mos jetë hera fundit kjo dhe shpresoj që të çojmë edhe më shpesh me aktivitetet dhe me gjitha gjërat e bukura të cilat i sjell për publikun dhe për gjithë ata të cilët e duan dhe e çmojnë punën tënde. Faleminderit shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi. E pra, miq dhe shikues të nderuar, këtu nuk është fundi, ne do të shkojmë me një pikë muzikore dhe rikthehemi sërish në studio.